Krimi organizuar shqiptar është tashmë një lojtar shumë i rëndësishëm i trafikut ndërkombëtar të kokainës. Institucionet kanë qenë dobta dhe lehtësisht të korruptueshme nga anëtarët e krimit organizuar dhe hetimet, edhe nëse vazhdonin deri në një farë pike, mbylleshin sërish me para, sepse gjyqësori ka qenë tërësisht i korruptuar. Mund të themi aktualisht përmes hetimeve të fundit që janë bërë nga prokuroria e posaçme që krimi organizuar shqiptar është tashmë një lojtar shumë i rëndësishëm i trafikut ndërkombëtar të kokainës. Grupet shqiptare kriminale i gjenë sot në Amerikën Latine, i gjenë sot të shpërndara në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian në trafikun e drogës, veçanërisht kokainës, në vende si Anglia, Belgjika, Hollanda, Gjermania, të shpërndara sigurisht Italia, që është vendi tradicional ku kriminalët kanë mësuar, po themi kriminalët shqiptar kanë mësuar zanatin e tyre, dhe kontrollojnë linja të tëra të trafikut kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt vendet e Europës, ku kanë gjithashtu grupet shpërndara. Kemi një ndryshim të profilit grupeve kriminale shqiptare që kanë qenë më shumë të bazuar në Shqipëri, tashme janë transnacionale si organizata, po ajo që është tipike për krimin organizuar shqiptar është që paratë e tyre dhe baza e tyre vazhdojnë të jetë në Shqipëri. Pra, Shqipëria është vendi kryesor ku ata sjellin fitimet e tyre nga aktivitetet paligjshme dhe ku investojnë ato në shumë fusha të ndryshme. Përveç trafikut drogës, sigurisht që sot krimi organizuar tenton të zërë gjithmonë më shumë hapësira publike, pra është i përfshirë në tenderat e qyteteve kryesore të vendit, është i përfshirë në koncesionet më dha, është i përfshirë gjithashtu në, ose po themi baza e vendit ku ata i pastrojnë paratë, është aktualisht sektori ndërtimit në Tiranë, po dhe në Bregdet. Përgjithsisht, shohim një forcim të krimit organizuar në vitet e fundit, edhe për shkak të mbështetjes politike ose aleancës me politikën, dhe fatkeqësisht unë konsideroj këtë gjë një rreziku më të madh për ekonominë e Shqipërisë, po gjithashtu dhe për sigurinë e Shqipërisë. Sa vlerëson që në miliona mund t'jetë vlera e paras që këto grupe kanë të gjeneruar dhe që pritet me e shpërla, qoftë në Shqipëri, qoftë në rajonin e Ballkanit? Është e vështirë të bësh një vlerësim, për sa kohë që këtu nuk ka pasur studime, po themi, që i shkojnë në themel kësaj çështje, aq më tepër që Shqipëria është një vend ku jo vetëm krimi organizuar pastron para, ku ekonomia ka qenë informale për shumë vite dhe ekonomia informale është një pjesë e madhe e ekonomisë së Shqipërisë, pra është një terren pjellor edhe për paratë e krimit organizuar, po mënyra se si ne kemi arritur ta vlerësojmë është në fakt që ne shikojmë që euroja ose dollari ose valutat e huaja gjatë viteve të fundit janë zhvlerësuar totalisht në Shqipëri dhe kemi një rritje, një forcim të lekut vendas në mënyrë të pashpjegueshme. Shumë ekspert dhe vëzhgues të ekonomisë e lidhin këtë gjë me paranë e pisët që futet çdo vit në Shqipëri në ekonominë shqiptare. Sigurisht ka, po themi, ajo që shikojmë ne, të paktën në qytetin e Tiranës sot, sektori i ndërtimit është i vetmi sektor që lulëzon. Kush investon në ndërtim në Shqipëri? Gjithashtu kemi indikacione që paratë e drogës parkohen në pallatet dhe kullat që kanë mbushur tashmë të gjithë Tiranën. Si mrihet më investu parja e drogës në kulla dhe në sektor të ndërtimit? Ka disa, po themi disa skema në mënyrën se si funksionon. Ajo që ndodh është, pra, për të ndërtuar një pallati duhet marrësh leje në Bashkinë e Tiranës. Lejet zakonisht deri, po themi, në vitet 2005-2006 i merrnin ndërtues tradicional, njerëz cilët e filluan biznesin në vitet 90, u ngritën avash avash derisa shkuan tek biznesi i ndërtimit. Aktualisht kompanitë që marrin leje në Bashkinë e Tiranës nuk kanë kapital ekonomik nëse shikon dhe i analizon ato nga qendrat e biznesit. Pra, është një kompani që në pamje të parë duket e pastër për sa i përket lidhjes krimit, por që arrin të siguroj lejen e ndërtimit. Dhe pastaj është faza e dytë, e cila futen investitorët. Dhe investitorët nuk i kontrollon askush. Pra, një trafikant droge, një kriminal, një vrasës mund të injektoj paratë e veta në gropën tashmë të hapur me lejen e Bashkisë Tiranës. Ka shumë pak kontroll në këtë drejtim për ta rregulluar në mënyrë sistematike që paratë e krimit organizuar mos po themi mos investohen ose të pengohen nga investimi në kullat e ndërtimit në Shqipëri.
Në shtete normale, këto transakcione do duhet bëheshin në banka, me noter dhe nëpërmjet qarkullimit bankar. Pse sektori i ndërtimit lejon që investimet më zhvillu në kesh? Sepse historikisht dhe sektori i ndërtimit ka pasur pra nuk janë investuar para. Shqiptarët blejnë apartamente në ajër. Dhe i gjithë procesi i ndërtimit, pra një kompani që duhet ketë punonjës, që duhet vitë ndërtoj, ka funksionuar me clearing. Pra kompanitë të tëra merrnin apartamente në fund të procesit ndërtimit, por nuk merrnin para nga ai që ndërtonte. Pra nuk ka para të hedhura në momentin që investohet. Është leja e ndërtimit ajo që është atributi i shtuar, vlera e shtuar në këtë rast, dhe sigurisht lë shumë hapësirë në mënyrën që paratë e pista të investojnë aty. Ka pasur sigurisht interes në këndvështrimin tim dhe nga aq sa unë kam pasur mundësi ta shikoj interes nga politika, interes nga biznesi, interes nga palët e treta që këto burime financiare, cilat janë pafundme dhe janë shumë të mëdha në Shqipëri, të injektohen vazhdimisht në këtë sektor. Dhe aktualisht është i vetmi sektor që lulëzon. A vëreni që në Shqipëri ka investime prej Kosovës dhe bleme të këtyre apartamenteve ose investime prej njerëzve që vinë prej Kosovës? Po, unë e shikoj më shumë në Bregdet rrezikun e lidhjes, po themi, nga qytetarët e Kosovës në Shqipëri, sepse siç është Tirana, Bregdeti është gjithashtu një vend i targetuar nga krimi organizuar për të ndërtuar në hotelet e reja dhe luksoze që janë aktualisht, po edhe për të përfshirë në bizneset e turizmit dhe agroturizmit. Pra, po të rikthemi edhe një herë në kohë ku janë fushat kryesore ku krimi organizuar investon sot, ndërtimi është i pari në Tiranë ose në Bregdet, pra zona që janë në zhvillim dhe vlera e pronës sa vjen e rritet, por sigurisht janë dhe kompanitë e biznesit, janë hoteleria, e cila turizmi në Shqipëri aktualisht është në rritje dhe këtë gjë e kuptojnë dhe grupet e krimit organizuar, cilat po investojnë aty. Së fundmi shikojmë edhe mënyra të tjera alternative që tregon që mund të ketë një ngopje të investimit ose të hedhjes së parave të pista në ndërtim, se shumë nga grupet e hetuara së fundmi nga SPAK-u po ose blejnë lingotari ose investojnë në kriptovaluta, ka qenë një nga grupet cilës sapo është goditur së fundmi dhe janë sekuestruar $10 milion të investuara në kriptovaluta, cilat rinë në portofolet huaja në Belgjik, pra ruheshin atje. Pra, shikojmë edhe krimi organizuar që mbi ngopur aktualisht me investime ndërtim dhe shikojmë një diversifikim të portofolit tyre. Sa i përket Kosovës, unë kam parë interaktim ose lidhje në fushën e pastrimit parave më shumë me Maqedoninë si përdorim territorial nga grupet e krimit organizuar, pra në një nga rastet ka qenë një kryetar një bande i cili funksiononte në Danimark dhe në vendet nordike, pra Danimark, Suedi, miliona euro të investuara në Shqipëri prej tij, sidomos në zonën e Shkodrës ku ky grup kriminal kishte qendrën e vet. Dhe të gjitha parat vinin kesh përmes një linje autobusësh që ato e kishin themeluar dhe funksiononte nga Tetova. Pra, praktikisht sillnin parat me autobus në Tetovë dhe nga Tetova arrinin të korruptonin në kufi dhe t'i kalonin parat për në Shqipëri përmes korrierëve të parave. Me Kosovën ne nuk kemi pasur raste hetimore që na tregoj diçka të tillë dhe gjithashtu nuk shoh shumë bashkëpunim të paktën me krimin e ri të organizuar shqiptar dhe krimit që ka qenë tradicional Kosovë edhe në diasporë. Aktualisht i shoh grupet kriminale shqiptare më të lidhur me mafian ekuadoriane dhe kolumbiane, me mafian në Mbretërinë e Bashkuar dhe sigurisht në vende të tjera të Europës. A ka një rrezik që ky kapital prej Shqipërisë me u investu në Kosovë në ndërtime dhe në biznese të tjera? Për momentin biznesi pra burimet këtu nuk duken akoma të konsumuara, sado që është e habitshme ose e pashpjegueshme nga ne se si vazhdon të ndërtohet akoma në Shqipëri kur po shitet shumë pak, kur çmimet kanë arritur qiellin dhe kur njerëzit e zakonshëm kanë të pamundur tashmë të blejnë një shtëpi ose të futen në tregun e pasurive të paluajtshme pikërisht prej parave të investuara nga krimi organizuar. Në këtë rast sigurisht që rreziku është gjithmonë më i madh sepse krimi organizuar këtë shikon, fiton territor në momentin që kërkon përfitime të tjera, domethënë dhe
afërsia e Shqipërisë me Kosovën, njohja e gjuhës dhe e lidhjeve të shumëthojshme mund ta facilitonte këtë gjë. Deri tani nuk kemi parë raste konkrete që ta tregoj këtë. E përmend rritjen e çmimit të apartamenteve të banesave. Pse ndodh kjo? Sepse parat aktualisht po hidhen në kulla dhe askush nuk ka interes që ato të shiten. Pra ky është elementi i pastrimit parave. Krimi organizuar ose politikanët e korruptuar, se është një grup tjetër i cili pastron para në Shqipëri, nuk është vetëm krimi organizuar, po praktikisht nuk kanë ku t'i çojnë paratë e tyre të mëdha dhe i hedhin në ndërtim dhe presin që fitimet i marrin mbas 5 ose 10 vitesh, po themi, nuk presin fitim imediat nga shitja e apartamenteve dhe për këtë arsye i mban çmimet e larta dhe nuk futen në treg, nuk shesin pothuajse fare. Kjo gjë ka sjellë që rritjen e çmimit pavarësisht se kërkesa është e ulur, pavarësisht se shumë shqiptarë sot kanë emigruar jashtë vendit dhe po ikin vazhdimisht në numra të shumë. Pra, kjo sasi e madhe e ndërtimit në Shqipëri nuk shpjegohet në asnjë mënyrë me kërkesën e qytetarëve të zakonshëm për të blerë një shtëpi tjetër. Gjithashtu ka të dhëna dytësore, po i themi ne, që të paktën mbi 50.000 apartamente aktualisht janë në Tiranë të pabanuara. Dhe duke pasur këtë potencial kaq të madh për ta hedhur në treg, në fakt vazhdon të investohet nga krimi organizuar që të ndërtohen pallate të tjera, të uzurpohen territore të tjera, të merren leje të tjera ndërtimi, në mënyrë që kjo para e thjesht dhe e pisët të injektohet sa më parë në ekonominë shqiptare. Përmendet që ka një strukturë të fortë kriminale që gjeneron shumë miliona. A ka rrezik që tash kjo strukturë me nis me eksportu para në vende që është Dubai apo në vende të treta ku shpërlami e pare është edhe më e lehtë, pastaj këto pare mi kthy sërish në format të investimeve të lehtëshme. Deri tani ka qenë shumë e thjeshtë që paratë e pistat investoheshin në Shqipëri. Prandaj ne nuk shohim shumë raste të komplikuara të pastrimit parave nga grupet e krimit organizuar. Në Shqipëri askush nuk e jetonte, në Shqipëri mund të futeshin në ortakëri me biznesmen të tjerë, sepse toleranca këtu ndaj parave të pista në fakt është shumë e madhe, ka qenë gjithmonë. Institucionet kanë qenë dobta dhe lehtësisht të korruptueshme nga anëtarët e krimit organizuar dhe hetimet edhe nëse vazhdonin deri në një farë pike, mbylleshin sërish me para, sepse gjyqësori ka qenë tërësisht i korruptuar. Ka shenja që disa nga këto element po ndryshojnë. Po themi politikisht shumë anëtarë të krimit organizuar janë prapë me mbrojtje politike dhe të lidhur politikisht për arsyen sepse në proceset zgjedhore krimi organizuar është gjithashtu një faktor që ndikon se kush do i fitojë ose kush do të humbë zgjedhjet. Nga pikpamja e ligjit ne kemi një intensifikim sot nga prokuroria e posaçme për shkak se SPAK po heton shumë nga këto grupet të forta të krimit organizuar shqiptar, edhe fal provave të ardhura dhe përgjimeve të ardhura nga Sky ECC dhe Encrociati përmes policive partnere, dhe një pjesë prej tyre të paktën janë nxjerrë tashmë nga rruga dhe nga territoret që ata kontrollonin. Fatmirësisht, drejtësia sot është më e mirë se çka qenë dhe po shikojmë edhe më shumë sekuestrime në vlerë dhe në sasi. Problemi është tek sistemi i mëtejshëm i administrimit të këtyre pasurive në mënyrë që të kthehen në të mirë publike dhe të mos përfundojnë prapë në duart e organizatave të krimit të organizuar në Shqipëri. Ekziston një kulturë e të menduarit në rajon që shpërlami e pareve ka me pru zhvillim. Ka me pru një mundësi me zhvillu ekonominë dhe momentalisht në Kosovë jemi në këtë diskutim. A është zhvillim shpërlarja e parave, apo ka me dëmtu shtetin edhe ekonominë, edhe demokracinë në fund të ditës. Qysh e keni pa këto në Shqipëri? A ka pru zhvillim? Në fakt, unë e shikoj tashmë në një cikël pothuajse të mbyllur këtë dhe e shikoj pasojat shumë të rënda për ekonominë, për shoqërinë shqiptare, po edhe politikisht, po themi. Çfarë ka sjell ky invazion i krimit organizuar në Shqipëri, ka sjell erozionin e demokracisë, pra blerjen, pra është përfshirë deri aty sa të ndërhyjë në mënyrë direkte në demokraci, kur shikojmë që anëtarët të krimit organizuar në fakt kanë fuqinë të emërojnë dhe deputet në Parlamentin e Shqipërisë, ose të futen vetë si
deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Kjo ka ndodhur në vitet 2013-2015, pastaj ne u detyruam të bëjmë një ligj që të pengojmë hyrjen e personave me rekorde kriminale në politikë. Po që këtu moraliteti politik është cënuar rënd dhe moraliteti i zgjedhjeve gjithashtu është cënuar rënd. Në ekonomike, shumë biznese të cilat tashmë kanë dalë jashtë loje, sepse paratë që injekton krimi organizuar janë të stërmëdha dhe askush nuk mund të konkurojë me këtë fuqi të madhe ekonomike. Në aspektin e institucioneve të tjera shtetërore, ne kemi parë që ato përveç politikës kanë arritur të blejnë gjyqtar, prokuror, drejtor të administratës, kryetar të bashkisë, në zyre të cilëve ndonjëherë ecin sikur janë në shtëpinë e tyre, për të përfituar dhe më shumë territor, dhe më shumë mbrojtje, dhe më shumë, po themi, përfitime tjera ekonomike nga paratë e qytetarëve shqiptarë. Pra, është një premisë e rreme, sigurisht që në Shqipëri kjo ka vazhduar për shumë kohë, madje kemi pasur edhe përpjekje të qeverisë që këto para që janë informale të legalizohen, po në instancë të fundit, krimi organizuar sigurisht që i godet të gjithë këto struktura për cilat do duhet investohesh në shqiptarët. Më e rënda fare që unë shikoj është futja e kësaj kulturës mitizimit të gangsterit dhe të pasurit të këtyre njerëzve, më falë, si modele suksesi për brezin e ri, që është një nga krimet më të mëdha që ka ndodhur në Shqipëri. Nëse i mbyll syt, a e ka shkatru shpërlame e pareve Shqipërinë, apo e ka zhvillu? Po nëse shohim që këtu s'ka pasur asgjë dhe tash i ke kulla gjithandej, dikush mund të thotë që ai prit se parat këtu kanë ardhur, këtu janë investuar, janë ushqyer familje të tëra me lekët, të paktën familjet e kriminalëve me parat e pista nga trafiku i drogës dhe kokainës, por gjithmonë harrohet një element shumë i rëndësishëm. Këta njerëz janë vrasës gjakftot dhe hetimet na kanë treguar që kufomat e tyre në fakt janë rrugëve, nuk janë Robin Hood që shkojnë, bëjnë pasurinë duke tjetër dhe sjellin në Shqipëri, në fakt janë duke luftuar për çdo centimetër territor me institucionet shtetërore dhe institucionet e drejtësisë, të cilat do duhet të shërbenin qytetarëve. Dhe kemi sot qytete të tëra të cilat kontrollohen nga krimi totalisht. Dhe njerëzit e zakonshëm janë duke marrë arratin dhe duke ikur nga Shqipëria. Për mua këto janë pasoja shumë të rënda që tregon në fakt që Shqipëria ka humbur dhe vazhdon të humbas nga frymëzimi i këtij lloji modeli dhe lejimi të territorit që ata të fuqizohen kaq shumë.